Jemi rikthyer tashmë në studio, jam me avokatin e njohur Spartak Ngjela, kreun e Partisë Ligj dhe Drejtësi. Përshëndetje, mirëmbrëma zotin Ngjela. Mirë se erdhët. Mazhoranca aktuale thuhet ose të paktën përkthehet se ka një sjellje agresive, jo vetëm me opozitën, çka deri në një farë pike do të ishte logjikshme, por edhe me institucione të tjera, sikurse është së fundi edhe ai presidentit të Republikës. Ka një arsye të një komportimi të tillë zotin Ngjela në momentin që kemi një mazhorancë superiore për shkak të numrave në parlament? Për sa i përket agresivitetit me opozitën, nuk shoh. Për herë të vërtetë, të jemi realist. Opozita nuk ka sistem opozitar. Nuk ka sistem opozitar. Pra nuk gjemon faktin për të krijuar pikpamjen. S'ka. Kjo është opozita, mbase është fillimi, shoh në një agresivitet. Përkundër, ata i lënë flasin atje dhe bile me kast po lënë Berishën të flasi, kita diskreditojnë. Kjo është opozita. Por, përsa i përket raportit të presidentit me këtë majorancë, nuk do jenë të mira marrëdhëniet. Por nuk do jenë të mira marrëdhëniet, sepse ky është një president me 71 vota, kur këta kanë 84. Të lutem. Do të jemi pak europian, perëndimor në gjykim. Po kjo do të thotë se sipas numrit votave duhet injoruar institucioni? Ja, po s'ka qenë konsensual presidenti. Perëndimi nuk ishte institucionet ndërkombëtare dhe fryma perëndimore, nuk ishte ignorante kur kërkonte të nxjerrë një president konsensual, pse një president konsensual i kap të dy sferat e politikës, dhe ajo që ikën dhe ajo që vjen. Pra, këta nuk e bën këtë, vun njerit pa njohur fare, tani të lutem shumë, janë tallur me shqiptarët. Çfarë ka, më tregon meritën politiket president të Republikës. Më tregoni meritën politiket president të Republikës. Absolutisht asnjë. Ende nuk dim që sëmundje ka. Në popull fritet lloj gjërash për sëmundjen e tij. Ne s'dim gjë fare. Ta lëmë një anë, nuk ka qenë personalitet në politikën shqiptare. Absolutisht. Nuk ka asnjë kontribut. Me përshtim që ka qenë servili i Saliut. Rëndësi ka. Pra, të ju lutem, njeriu do të jetë serioz. Nuk do të shkoj me pasion. Thotë, unë jam me këtë krah, ti je me këtë krah. I kanë servirur shqiptarit mangi questa minestra. Me dhunë. Shqiptarët se përfillin. Kemi realist. A maggioranza nuk do ta përfilli. Mund t'i bëj komisionin time parlamentar nesër. Do t'ja bëj. Pse ka shumë enigma brenda. S'është një vend një njeri pa njohur fare. Si mund të vësh njëri pa njohur, president? Njëri pa njohur. Hajde i pari. Hajde i dyti. Për në fund, në presidentin e fundit tjetë shumë, njëri pa, pse e vuri Saliu ministër këtu, ministër atje. Pra, problemi është që nuk ka një konflikt midis majorancës dhe presidentit, për mendimin tim për të qenë objektiv, po ka luftë personalitetesh. Ka goditje personalitetesh. Do më thënë, majoranca e shikon që s'ka personalitet dhe nuk arrin do ta konceptoj. Pengesat që sjell presidenti janë pikpamja një statisti, apo është vegla e atyre që kanë vendosur. Kjo nuk kuptohet. Pse? Se s'është me konsensus. Pse? Se s'është personalitet i jetës politike. Pse? Se nuk ka impakt në opinionin publik. Të gjitha këto vinë dhe grumbullohen në mënyrë subjektive dhe krijojnë gjithmonë konflikt. Pa diskutim që do jenë ato. Pa diskutim që do jenë ato. Pra, çështja është që nuk ishte në Shqipëri njeri me personalitet për ta vendosur këta president. Kishte sa duhesh. Pse ta vendos? Pra, dhe unë mendoj që konflikti midis këtyre dy institucioneve vjen si pasojë e mungesës së personalitetit që ka presidenti i Republikës në historikun e tij. Jo në drejtimin si president, sepse deri tani nuk ka bërë ndonjë shkelje. Dakor, zotin Ngjela, po pse mazhoranca nuk merret në mënyrë nominale me presidentin në rast se ka këto arsye, por anashkalon institucionin, sepse gjithmonë kemi thonë presidenti nuk është një emër, presidenti është një institucion. Po se ka kaluar institucion, çfarë ka kaluar institucion? Në rastin e kreut të ILDKP-s, në raste të tjera. Në rastin e ILKPD, e kësaj të figurave, inspektoratit figurave, kishte një ngërç. E kanë zgjidhur mirë, po se kanë zgjidhur mirë këta, ato do ta shkojë gjykata kushtetuese.
Ju lutem, ata që janë objekt gjykatash, lejnë objekt gjykatash. Thot ka konflikt, kur ka gjykat. Se duhet të shqetësojni. Kur ka gjykat, është gjykata konfliktet. Nuk ka lind këtu problemi. Lind problemi shikojeni se si e duar të institucion, të dy palët. Se të dy palët kanë futur duar në mallin e popullit. Pa tjetër. Ka prona, këta kanë prona, por këta e kuptoni ju që këta kanë pallate me rrogë, si bëjmë pallat me rrogë. Njëri ka vënë emër të njëjtë, një emër tjetër, të gjitha janë të njohura. U vendos ligji, këta rrezikohen të gjithë dhe nuk e kuptojnë, pse janë naiv. Vinë nga një background politik jashtëtetëror. Nuk dinë se janë përfaqësues të njerëzve që kanë kërkuar votën për t'i qeverisur e për t'i vjedhur. Këta janë, të lutem. Dhe merren tani me atë duan të vendosin një njeri, është imi, o shyti të ruaj apartamentet e mia, të ruaj pallat e mia, të ruaj tokat e mia që kanë marrë. Ç'toka i duhet këtyre derzesve? Çfarë janë këta ignorantë? Që marrin, po ku i ka pronat zogu? Ku i ka? Pse si merr? Se i ka vënë duke qenë mbret. Si mund të kesh pronat duke qenë kryeministër, ministër? Kur nuk ke? Po pse livadisin? Sepse s'është vendosur ligji. Pse s'vendosin ligjin? Sepse këta kanë këto gjëra. Njëherë merr njëri, njëherë merr tjetri, njëherë lëshohet njëri, njëherë lëshohet tjetri dhe por është këtu që nëse do degradojë problemi ekonomik, nuk di se ç'do bëj populli. E pat se ç'bërin kjo? Te pallati Junakovic që shkoi. Ju lutem. Edhe i prokurorit përgjithshëm. Edhe prokurorit përgjithshëm. Nuk pranon njeri konceptin e Beut më. Ka ikur Beu dhe Pashaj në Shqipëri, nuk e pranojnë më. Dhe këta duhet të legitimohen. Ti ke metën, është i pa legitimuar. Në vend të legitimohet, për pikëtët që ka, vazhdojnë ekspansionin. Do ndalemi. Si, marim këshu, nuk legitimohen. Saliu, në vend të legitimohet, për të gjitha ato që e kanë akuzuar, dhe që janë realisht, merret me tritolin me këto, del flet për legitimohu, duhet legitimohesh, edhe mafia ka qenë me zgjuar se këta. Natyrisht është me zgjuar se këta, se gjithmonë, mbasi ka vjedhur, mbasi ka bërë, mbasi ka vrarë, ka shkuar drejt legitimimit, se nuk vazhdon dot jeta. Nuk vazhdon dot jeta juridike në një shtet. Këta marrin, bëjnë pallate, janë ignorantë, dhe tani është problemi, a do vendoset ndonjëherë ligji në Shqipëri? A do vendoset drejtësia? Po u vendoset a kenë vështirë, por kini parasysh një gjë se politika po shkon drejt kësaj fryme. E ardhmja politike e votave në Shqipëri shkon drejt kësaj fryme se po degradon varfëria. Mirë, zotin Gjela, që të hishet kjo simbolika e Beut në Shqipëri, sikur se thatë ju ca më parë, të bëhet... Ka hikur, nuk ekziston. Okej. Që t'jepet fund kësaj situate, të cilën ju e konsideroni në degradim, duhet kemi reformë të thellë në sistemin e drejtësisë. Apo jo së pari. Nga një ranë kemi këtë problem, nga ana tjetër, qeveria aktuale, kryeministri Rama, flasin për sistemin e drejtësisë si një sistem të korruptuar, të degraduar, por nuk po shohim asnjë lëvizje për një reformë të thellë në drejtësi. Majoranca ka gjitha mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Mos po shkojmë drejt gjetjes së justifikimeve për situatën. Reforma është ligj. Reformimi është ligj. Po ligji në këtë rast është doktrinë. Keni parë në një doktrinë? Shka? A njifrin në një jurist në qeverinë e Ramës? Asnjë. Aq sa njifshin byrën politike. Më takoj para sa ditësh. Ministri i Drejtësisë normalisht duhet të jetë jurist. Jo, absolutisht. Tani nuk do të tallemi, nuk kanë asnjë vlerë. Ka doktrinë. Të lutem ndonjëherë. Reformë do të thotë doktrinë që do ta nxjerrë një personalitet i drejtësisë shqiptare. Bashkë me stafin e madh, qoftë dhe juaj. I propozova merë jurist të të marrë shvesh se sa e ke vlerën juridike të ndën të rrotullu, se ti nuk e kupton, merë një jurist të niveleve të larta nga Anglia ose nga Amerika, si dhe këtu e të kuptosh. Pra, nuk bëhet kështu. E para, e dyta, doktrinë do të thotë forcë. Doktrinë do të dalin parlament. Basi del në parlament dhe 84 vota, merë forcë personi që kanë zirë doktrinë dhe merë fundloja. Së mund të rinë më të korruptuar në gjykat, sepse kanë shqitur drejtësinë shqiptare. Janë të gjitha provat. Pse nuk e bëjnë? Nuk kanë fuqi. Ju lutem, e disi thoni ju, pse nuk fitoni luftën? Sepse s'kemi ushtarë. Pse nuk fitoni luftën? Sepse nuk kemi general. Pse nuk fitoni luftën? Sepse nuk kemi strategji. Ka marrë vunë. Nuk kanë fuqi, zotin Gjela. Të lutem, po flasim për një çështje konkrete. A keni parë gjë?
doktrinë për atë në rregull. Kur ta shikoni, ata bisedojnë bashkë. Nuk kanë dhe nuk kanë për ta bërë. Dhe nuk mund të ketë me këtë lloj fryme që ka qeveria. Rama nuk mund të ketë reformë drejtësi. Në rast se nuk ka reformë drejtësi, nuk ka as plotësim Jo, do të kritereve, dorëzohen nuk ka as sepse plotësim të kritereve të Bashkimit Evropian. Nuk kupton një gjë, qeverinë Berisha rrëzoi drejtësia. Moraliteti, domethënë, dhe mungesa drejtësisë. Çfarë ka opozita sotme në verbin e saj opozitar? Nuk flet për moralitetin. Që do popullet do që thonë të broçkulla, jo vrau këtu, jo krimi atje, çfarë do thotë ato? Ka opozit do të thotë zotri moralitet. S'ka moralitet. Rama, kur qenë në opozit, ju drejtua moralitetit. Do të realizoj, apo nuk do të realizoj, shenjat janë që jo. Por populli e përkrahur për moralitetin. Jemi këtu, është fakti. Shqipëria ka një krizë morale. Ka immoralitet që vjen nga pushteti. Dhe këtyre ju duket si zotësi e madhe. Çojnë lista për emërime. Partia ime, thotë, grue Lirmetës nuk pyet fare për konkurse. Dërgon në letra. Kuptonin ku po bien. Çështja qëndron që a do grupohen njerëzit për ta parë realitetin me sy, apo do ta lënë që të degradoj. Çështja është që nëse ti derdh karburant dhe shkon me mendimin që s'do ketë shkrepse ke gabim. Këta po derdhin karburant. Shkrepsja është një fakt. Fakti mund të vi shpejt. Është qershori i ardhshëm për BE-n. Nuk e morën ukrainke, qofsha i gabuar. Pse? Po njerëzit kanë mas një shpresë. Atëherë të gjitha këto i din, do t'i godasin. Patjetër që do t'i godasin. Do t'i prishi punë kjo opozit me Saliun. Sepse kjo është defekti kryesor. Me këto gomarrë që flasin këta pse ashtu dhe në që gojnë. Pra do me ignorancë. është një gjuhë arkaike, mesjetare. Nuk mund tjetë ajo. Gjuhë sot është e moralitetit, sot e ndaruar. Ka moralitet apo s'ka moralitet në qeverisje. Ti thua që oqën atë, shikoj se si e bëjnë atë polemikën dhe kësaj e administratës. Nuk e bëjnë funksion të ekspertizës, të një ekspertit, të personalitetit. Tonë, hoqën këtë personalitet dhe vunë këtë. Hoqën këtë personalitet dhe vunë këtë. Absolutisht s'kemi gjë. Ka ikur lupja, ka vënë shupen. Ashtu si që ka vënë njëri, ka ikur tjetëri. është një loje tyre e regullt. Vjen një palë, hek një palë, vjen një palë dhe pëson administrimi shoqëror. E cili do të kishte krijuar një demokraci normale me personalitet të një administrate perëndimore. Do vinë do ditë në një moment, duhet vinë një moment, po këtë vinë një moment duhet zbatosh ligjin. 20 milion euro, thotë reporteri për Shqipërinë i Parlamentit Evropian, kemi harxuar për trajnuar administratën shqiptare. Do vinë një moment i caktuar, ku njëra palë që ka ardhë, pavarësisht se palë tjetër e ka pas me arbitrarizëm administratën, do vendosi ligjin. Bam, nga ky ligj ka benefic. Ai që fitoj, po do vendosish ligjin. Dhe pastaj do shikosh të rregullosh pyllin me konkurse me të gjitha mënyrat e aftësisë. I pa afti nuk mund bëhet në administrat, se unë të kam dhënë një punë konkrete, nëse se bën punën konkrete do ikësh nga ajo punë. Se shteti kërkon menaxhim. Por ama me ligj. Këta i heqin pa ligj. Nuk kanë vendosur ligjin, sepse kanë frikë që duke vendosur ligjin do t'i krijohet benefic për ata që ka sjell kundërçari. Punë e madhe. Në momentet që vendoset demokracia, fiton dhe familja diktatorit. Patjetër, nuk mund thuash që unë vendos demokracinë, po s'duhet fitoj familja diktatorit. Absolutisht. Apo rrethi diktatorit, absolutisht. Nga liria fitojnë gjithë, nga ligji fitojnë gjithë. Në këto momente ti do vendosësh ligjin. Ti vendosë ligjin, dakor? Benefici është aty tjetrit, por administrata është atje. Do kesh ligjet, do kesh mënyra konkurimi, mënyra organizimi, mënyra rregullimit të brendshëm. Nuk është me fushatoj këtë unë të fus të mitë e ti, hek të mitë duke e konsideruar rrogën shtetërore ose postin shtetor të refugjum pekatorëm. Nuk është administrata shtetërore një refugjum pekatorëm. Shprej latine për domethënë vend bamirësie. Që është vend bamirësie është që të vinë gjithë zonë e Saliut të zëri postet, që të pastaj tani gjithë zonë e tjetrit nga malet e tjera të vi këtu, që është administrata, refugjum pekatorëm. Zotin Gjela,
Korrupsioni në Shqipëri, plaga më e rëndë, fenomeni më i rëndë, më i kritikuari, kërkesa për luftë ndaj këtij fenomeni është thuajse e përditshme nga të gjithë. Jeni shprehur se qeveria aktuale nuk po lufton korrupsionin, jo për shkak të formimit, por për shkak të kompozicionit, duke vënë theksin te Ilir Meta dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Pse? Po sepse të paktën ngër që duket sikur është këtu. Çfarë ndodh? Partia Socialiste po ndihet është gënjur për qeverinë e vetë. Sepse nuk po drejtojnë politikanët. Po të drejtonin politikanët, që ka fondin e vetë politik, dhe jo këta të rinjë që ka marrë Rama që s'din që fare që është politika, natyrisht që nuk mund t'i imponohej që do të Parti Socialiste për t'i marrë 3 gjysmën e qeverisë. Absolutisht. Pse? Pse po duhet shik? Politikanit tot, vetëm ai që është politikan trembet nga numri. Ç'do të thotë numër? Ka numër fare, do të numër. Përse keni frikë nga numër? Ç'ni numër? Unë të kam marrë në aleancë, shpeq nga aleanca, vetë nesër nxjerrë të reja, prapë, që nesër. Kryeministri nuk rrezohet dot në Shqipëri. Dini unë me kushtetut, me normat e reja të kushtetut nuk rrezohet. Çfarë presione do t'i bëj? Pse por ama nuk ka gjuhë të politikanëve, që urgjentisht duhet marrë funksion politik të partisë vetë. Bile partia duhet i bëj presion. Kryeministri vetë, patjetër, sepse i kanë lënë politikanët jashtë. Ju lutem ndonjëherë. Shqipëria është një krizë ekonomike. Më trego ti cilët janë personat që kanë dalë në Europë për të gjetur burime financiare. Dina një? Kemi marrë një kredi... Të lutem, lere kredit janë, 30 milion. Unë kam 3 klientë që kanë debit me 30 milion. Një klienti nuk i del do të sot në Shqipëri. Çështja është që cilët janë interlokutorët të mëdhenj qeverisë tënde, të cilët i ke nxjerrë për të negociuar burimin financiar në Shqipëri. Duhet filloj prodhimi shqiptar. Cilët janë? Cili është grupi ekspertëve? E di ç'bëri Tensiopin, nxorë gjithë grupin e ekspertëve në perëndim. Patjetër. S'ka mundësi do të ecësh do të ndryshe. Si do të vinë vetë dalë ndryshet me çfarë është politika pushteti i ndruar nga opozita në majorancë. Mos është një shtegtim i dalëndysheve që vinë dhe ikin dalëndyshet, pëse kjo që ikin një part dalëndyshe, ikin si stanin në maj dhe këthen, ikin në tetor dhe këthen në maj, në prill. Pëse kjo është politika është që kam konstatuar krizën, kam konstatuar krizë morale, kam konstatuar krizë në drejtësi, do nëzirë është që gjithë reformat, do të qësh interlokutorët e tu në perëndim, të cilët do bëjnë në johon reformave që do pështi. Kush është ai që nuk do ta rigrupoj vendin e vetë? Po nuk mund të ketë pa vizion, nuk mund të vinë nga qielli, si do vinë nga qielli petullat, do vinë nga qielli. Unë mendoj që kryeministri aktual nuk ditë të shfrytëzonte potencën politike të partisë vetë në një kohë që vetë s'kishte një eksperiencë politike. Ishte një kryeministër si lider, e luajti mirë atë problem, deri diku me dhe në internet tek tuk, për në si e mori, nuk kishte asnjë debat parlamentar në jetën vetë, nuk kishte qenë njëherë në parlament. Nuk dinte si kishte lëvizur politika në këto, dhe tani kanë ngelur në ngërç. Kanë ngelur në ngërç, urgjentisht duhet të ndrojë trajektoren, këtu në tavolinë tënde kam thënë. Do të ndrojë trajektoren, të drejtohet politikës së vetë, po mund të marrë dhe anësor. Ka njerëz të mëdhenj sot në Shqipëri që punojnë për institucione ndërkombëtare, ku mëse çfarë, për banka, patjetër. Shqipëria do shpëtojë nga fluksi vet intelektiv. Po jo nga marrë ministri i transportit një përkthyes, e kuptoni tani pse e merr përkthyesin? Përse e merr përkthyesin? Pse ta imponon tjetër një përkthyes? Është emrim politik? Jo, nuk është emrim politik, aty janë parat e shtetit. Dhe ai ka pikpyetje. Vetë emërusi ka pikpyetje. Janë naiv, nuk e kuptojnë. Atëre, këti i del bara që unë do të drejtoj një letër këto ditë kryetarit grupit parlamentar socialist, ky të marrë tenderat vetë. Kryeministri duhet marrë vetë tenderat. Mos lëri kështu poshtë e përpjet në këto ty heqi apetitet njerëzve që kanë një lloj agresiviteti të brendshëm, inner agresivity, drejt akaparimit. Kjo është sëmundje. Ky kryeministri ka dalë për të shëruar sëmundje, duhet të jetë kasap, po kasap i mirë, ka thënë Nixoni. Është akuzuar qeveria paraardhëse për korrupsion, zoti Ngjela, sa vulnerabël është kjo aktualja në këtë drejtim? Kjo aktualja, ne nuk kemi fakte, po të kisha faktën ta kisha dorëzuar. Ne kemi shenja që s'më pëlqejnë. Drejtori i Alpetrolit s'më pëlqen, aparati shqiptarëve. Do të kishte bërë konkurs ndërkombëtar. Po tjetër do kishte bërë konkurs ndërkombëtar me tender, është tender politika.
A i që emërohet atje do thot, e kam gjetë, do të gjej në këtë pikë, dhe do bjen këtë pikë. Kam zjerë kaq para, do në zjerë kaq para. Dhe që do marrë rogën si që i takon. është një kompani që është në treg, dhe është shtetërore, dhe është para e shqiptarve. Ti merë njëri panjor, me që ke një koqo se ka atje në zjerë, të një tjetër, nuk mund të ecët. Së mund të ecët kështu. Je i detyruar të jesh serios me pronën shtetërore, me pronën publike. Se që nga kjo është e ardhur publike ajo. është e ardhur me cilën do mbash të verbrit, do mbash spitalet, do mbash shumë gjëra. Si e lëm dorë të njëri, ku e diti kënë zjerën ata? Ku e ka provuar? Se pas ka drejtuar një kompani Rangalla i me 3 milion në vit, që e në këto, së mund fritet kështu. Pra, i drejtojsh botës, në kjo fëse s'ke këtu fond tënd, edhe bile më mirë të kje një huaj. Pra, janë bërë gabimet të tilla të cilat mendoj se duhet të rregullohen. Muaj qershor sjell vendimin e Bashkimit Evropian nëse Shqipëria do të marrë statusin e vendit kandidat apo jo. Zotin Gjela, përse në gjykimin tuaj u la ky afat kohor, i cili për hir të së vërtetës është diçka më pak se 6 muaj? Korrupsioni ishte. Nuk mund t'japin perëndimorët para që të shpërndahen këtu në dorën e 3 ministrave. Ka marrë fund. Ky duhet centralizojë para kryeministri vet, dhe t'japi përshtypjen që nuk është i korruptuar. Gjën e parë. T'japi përshtypjen po të mos jetë. Po nëse për të mos jetë pastaj duhet provuar, po do japi përshtypjen, këta s'japin as përshtypjen. Do t'japi përshtypjen tuaj që jam unë këtu, që i mbroj dignitetin e shtetit tim. Patjetër, qofse ka dyshime. Dhe do ta bëj kështu sepse kanë dyshime ata e kanë thënë hapur. Jam shumë keq se ju jeni gazetar, do të ma thoni ju mua. Ja kanë thënë hapur që ne nuk kemi dyshime që mund bini në korrupsion, apo jo? Pra, çështja është që do ta marrin dorë atë problem se është plagë e madhe e shoqërisë shqiptare. E para. E dyta pastaj do ta zgjidhë kjo, por nuk do ta zgjidhë ata nuk shohin që ka reforma. Dhe e godit shumë reforma në drejtësi, sepse këta thonë do vini, këta thonë do vini investimet huaja në cilin treg. Në cilin treg. Shikojeni me vëmendje. Një sy i stërvitur, çështjen e furgonave e shikon në sens. Sepse vërtet janë informal, po ky është tregu shqiptar. Në qoftë se ti do të luftosh informalitetin në mënyrë drastike, pa pasur shërbimin, ai të lind në mënyrë tjetër. Pse është ADN tregu? Tregu është si ADN-ja. Domethënë, të ra gripi të nxjerrë antikorpet për të luftuar virusin. Edhe këtu, nuk ka shërbim të mirë interurban, natyrisht do dalin furgonët. Ti heq furgonët, atëherë del individi në çdo rotond, merr 3 ikën në Korç. Me tricikël. Jo me tricikël, s'më me tricikël, kështu ka qenë në komunizmin. Ju lutem, e ka tregu, nuk është për të qeshur. E ka tregu, lutem. Është e tregut. Ti ke nevojë për para, merr makinën tënde personale, shkon atje, merr 4 femra, i çon në Korçë dhe nga Korça merr 4 tjera, sot njëri fare. Sot nuk e bën dot se nuk të lë sistemi i furgonëve. Nëse që ky heq sistemin e furgonëve, ta bësh ti. Pra tregu në mënyrë informale funksionon sa kohë ekziston informaliteti. Dhe këta nuk e njohin, këta s'e njohin tregun. Pra nuk fillon ajo në mënyrë drastike, ajo fillon në mënyrë konkurentive, konkurrencë. Konkurencë tu, konkurencë atje, konkurencë në të gjitha drejtimet. Në qoftë se nuk ka ndonjë prapa mendim, se më pëlqeu mënyra e ashpër që flet ministri i transporteve, sepse nuk dihet se që kemi pastaj me interesat e kompanive të këtyre autobuse. Po unë po flas për tregun tani. Dhe tregu operon kështu. Po të klikosh te faqja e CIA-t për Shqipërinë, të thotë 50% është informale ekonomia. Atëherë normal, 50% informale është në të gjitha aspektet e jetës ekonomike. Kështu që s'mund ta ndalosh në këtë pikë sepse ata kanë shfrytzuar urinë për shërbime. Ka marrë fund. S'kishte, ja të për shembull, nuk kishte fare komunizmi kafene, urinë për shërbime, se donin kafene shqiptare dhe zgjidhën me kioska. Por ama u bën ndërtimi, u bën gjitha ikën kioskat. Edi Rama thatë ju duhet të tregoj që është i pa korruptuar dhe i pa korruptueshëm duke centralizuar paran, ta themi në gjuhë. Jo, të lutem dhe njëherë, të lutem. Do t'japi shembullin që është në kontroll të paras ju të hapin të huajt. E qartë. Por dhe t'japi përshtypjen që është i pa korruptuar. Patjetër. Apo ja. Zotin Gjela, Edi Rama vjen nga një background si kryetar bashkie, ku ka patur jo pak akuza për çështje korruptive. Sa besohet se zoti Rama ka ndryshuar? Ka ndonjë fakt? Perceptimi? Aha. Unë jam avokat, zonjë. Nuk jam ashtu
udhëheq spionerësh, edhe njëherë. Unë dua fakte, po ke fakte ati analizojmë. Ato, brëçkullat e Saliut, ato, këtejmë hynë, këtejmë dalin. Problemi që ndërën, që unë këtu po të flasë me fakte. Dakord jemi? Unë po të flasë me fakte. Unë po të them, nuk ka mundësi që me rrogë të bëhen pallate. Pik. Do digjen. Natyrisht do digjen. Do t'ja digjen popullin, pa tjetër, qofse do degradoj gjendja. Sepse kjo është një shoqëri e varfër. Nuk është një shoqëri e pasur si Dubai, që nuk shef njeri gjë ç'bën, se të gjitha janë të qetë nga të ardhët materiale. Nuk është kështu historia në Shqipëri, dhe ju thash edhe një herë, në qofse ti derdh vazhdimisht benzinë, kur mos shkoj mendja se s'do gjenda të shkëpse. Zotin Gjela, kemi parë sot në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, Komisionin Parlamentar të shtyhet seanca dëgjimore për kreun e Shishit zotin Lika, i cili me sa duket kishte një certifikat sigurie për informacione klasifikuar të skaduar. Ju jeni jurist, padyshim janë çështje që i njihni shumë mirë. Dikush desh ta komentonte si një show gjithë ato që ndodhi. Realisht, sa domosdoshmëri ka paraqitja e një certifikate të tjerë. Dhe në tërësinë e vetë, mënyra se si konceptohen këto raportima. Pa tjetër, sepse atje është problemi NATO-s, nuk e keni kuptuar. Ajo merret te NATO. I e vendi NATO-s, shërbimi është është në shifër sekrete. Të gjithë ata atje kanë këtë certifikat se mbajnë përgjegjësi. Po të mos kanë të certifikat, s'mbajnë përgjegjësi, pra të gjithë. Dhe asnjëri nga ata që s'ka certifikat nuk mundet do të pranohet. Aq më tepër kryetari i shërbimit, që shkon me certifikat të falsifikuar. Pse se ka marrë? Mund të jetë pikë pyetja që ka konflikt me kryeministrin e ri. Dhe ka drejt kryeministri i ri. Pse ka drejt kryeministri i ri? A e vajti kryeministri i parë dhe e emëroi këtë? Është në kompetencë kryeministrit emërimi, se ai do punoj për kryeministrin. Përse do punoj ai për shefin e opozitës? Do punoj shërbimi kushtetuta ja ka dhënë kryeministrit me firmën e presidentit. Presidenti nuk e ka kompetencë substanciale, e ka formale. Ja kërkon kryeministri e heq minutë. Sepse unë s'mund të punoj me shefin e shërbimit që ka punuar kryeministri Parararendus. Kjo është normale në gjithë botën. Prandaj u thash që keni një president që nuk është i përgjegjshëm. Dhe s'ka si të jetë i përgjegjshëm se s'ka background. Dhe s'ka background, dhe s'ka personalitet. Kjo është çështja. Ai shef shërbimi nuk mund të qëndrojë. Ky president, kur hoqi të parin, i cili ishte me konsensus dhe të Amerikanëve, sepse ka partnership me CIA-n, ta dini ky, nuk e pyeti fare, tha unë kam do një kushtetutën se ka kryeministri që kompetencë. Po tani pse nuk e zbaton kompetencën e kryeministrit? Ky që nga presidenti? Presidenti nuk mund të jetë një njeri që lëviz sipas erës, lutem. Një pikë tjetër që do presidenti nuk mund të jetë njeri që lëviz sipas erës. Prandaj, kjo është e vërteta. Tani do marrë certifikat ky, do marrë, unë them që s'merr me certifikat. Atëherë do t'i Patjetër. Patjetër, kush jep certifikatën? S'ka pse jep ky kryeminist certifikatën, sepse nuk ka besim tek ai. Ta zëm, plasë unë nuk di që, po kjo është normalja. Këta thonë teknike, çdo thotë teknike. Ligji që nga teknik, çka kanë zërin këtë teknik ta? Si janë zërin këtë teknik? Ju lutem. Edhe ai ka dy në shtatësi, ta dini. Patjetër që duhet të ketë certifikat. Zotin Gjela, duhet ndalem edhe në një tjetër pikë, sepse u bë rasti i tretë në mos gabojmë që gjykata kushtetuese hedh poshtë vendimet e qeverisë. Këtë kemi të bëjmë me shtrirjen e kompetencave të Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, i cili sipas vendimit të qeverisë mund të prishte edhe ndërtime me leje. Kjo nuk është pranuar nga gjykata kushtetuese. Ka drejt gjykata kushtetuese. S'e kanë pranuar asun. Bile këtu. Nuk e kanë pranuar. Nuk lejohet. Nuk lejohet se ne kemi firmosur drejta e njeriut për një proces të rregullt gjyqësor. Ka marrë fund. Prona pa gjyq nuk merret. As nuk prishet, as nuk shtetëzohet. Ka marrë fund. Si do mi komentojë? Pse e bën këta? S'ka qeveria, ju kam thënë, s'ka suport juridik. Pik. Ka vullnet, ka vullnet jo profesional, divulgativ, popullor, duke menduar që kryeministri bën gjithçka, bën gjithçka kryeministri, dhe ose qeveria bën gjithçka, s'bën dot gjithçka qeveria, vendimi i qeverisë janë gjë e madhe, është akt administrativ. Dhe nuk kanë suport juridik, po i humbasin të gjithë betejat me gjykatën kushtetuese. Nuk pash as mbrojtës atje sot. Me sa vura re nga e larg. Pra nuk kanë suport juridik.
Të lutem. Dhe është vendimi tretë, më duket, i gjykatës kushtetuese. I treti. Është e rëndë. Në shumë pak muaj. Është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë, këto quhen atentate kundër kushtetutës. Po shpresoni ndryshimin e trajektorit, zotin Gjela, për ta mbyllur? Po nëse nuk e ndryshon trajektoren, degadenca e qeverisë do vazhdojë. Faleminderit, zotin Gjela. Edhe unë.